Ekspozita e lekut shqiptar në një shekull, paraja RFN është ndalur në Prishtinë në kuadër të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Guvernatori Gen Sejko tha se kjo ekspozit prezanton historinë e monedhës shqiptare në 100 vite dhe tregon rrugtimin financiar të shqiptarëve përgjatë një shekulli. Ekspozita paraja RFN, 100 vjet jetë dhe ngjarje nga Banka e Shqipërisë, është përpjekur të tregoj këtë rrugtim jo vetëm si histori institucionale, por dhe si histori të përditshmërisë se si jemi paguar, si kemi kursyer, si kemi përballuar kriza, si kemi rindërtuar ekonominë dhe si kemi kërkuar stabilitetin dhe mirëqenien në rrethana shumë të vështira në kohë. Është historia e një populli që pavarësisht sfidave ka zgjedhur të ndërtojë. Sipas Sejkos, tashmë sfidë mbetet digitalizimi dhe ofrimi i pagesave me kosto më të ulta për qytetarët midis dy vendeve. Kreu i Bankës Qendrore tha se shumë investitorë nga Kosova kanë interes për Shqipërinë dhe po punohet për të nxitur më shumë këtë bashkëpunim. Ka pasur interes, vazhdon të ketë interes investitorët kosovar, sikurse edhe nga investitorët shqiptarë në Republikën e Kosovës. Patjetër, ky interes është i vazhdueshëm, marrëdhëniet tregtare janë në vazhdimsi, por dhe investitorët, pa përmendur emrat e investitorëve, cilët dihen, tregu i di, janë të mirëpritur pasi si investitorët kosovarë në Shqipëri ashtu dhe investitorët shqiptarë në Kosovë janë si në dheun e tyre. Kostot bankare do të vinë duke ulur nëpërmjet projekteve që ne po ndjekim për modernizimin e sistemeve të pagesave dhe digitalizimit që janë në proces. Në bazë të dhënave të Bankës së Shqipërisë për periudhën janar-shtator 2025, Kosova vijon të pozicionohet e para për sa i përket investimeve në Shqipëri, duke arritur vlerën 153 milion euro, ndërkohë në vend të dytë renditet Italia me 137 milion euro.